Si? Jemi okay? Profesor Bellaj, please. Gjithë jeni sullat I të volit. Që kemi të volit, Allah? Po që duhet, jo, do I lajmë tash I bombastik. Arjan Bellaj, trajneri I Flamurtarit. Ja, ai e ka fajin. A? Ai legjeni aty. Ai e ka fajin. Ta prezantojmë. Bëhet ti se iki unë. Bëhet ti. A mo ta them unë? Jo. Se mos fiket. Mos ishe dorën tjela, të shketi. Po. Po është nga Vlora I gjohet ai, qa thuat. Bari. Përshëndetje. Bari e bëri analizën Bellaj, ju e keni dëgjuar të gjithën, je dakord me atë që tha Bari, pasi kjo mbetet të pyes tani. Nuk ka rëndësi, unë I dëgjova të gjitha ato që tha kolegu im. Unë dua të përgëzoj shumë në radhë të parë se kishim ndeshje që nuk kishim këtë shpirt, sidomos në pjesën e parë, edhe pjesën e dytë, sado që ishim të kthyer në gjysmën e fushës, po dua t'i përgëzoj për shpirtin që nxorën dhe për atë cilësi që treguan në pjesën e parë, pasi kemi futbollistë, kemi cilësinë të luajmë, kemi cilësinë të bëjmë pressing lart ose në zonë në gjysmën e fushës, edhe siç u mbyllën pjesën e dytë duke e lënë të bëjnë krosa me shtatarësinë që kemi, besoj se nuk kishim problem. Po për atë që nxorën sot, sidomos në pjesën e parë, dua t'i përgëzoj se u kthyem prap tek ajo vora që unë dua, edhe në mbajtjen e topit pjesën e parë, edhe në build-upin nga mbrapa nga portieri që e tha dhe Behari, edhe këto ne I kishim humbur. Edhe gëzoj se një pikë me Flamurtarin te kjo fushë, te ky stadium I përkryer, është si një 3 pikësh për ne. Bellaj, unë dua të të pyes, je përballur me gjithë kundërshtarët, keni patur mungesa, jo pak të rëndësishme, por shumë të rëndësishme lojtar formacionit, për të përmendur Hasen, Karricën apo dhe Zunën që mungoi sot. Është vora një skuadre e cila është ndërtuar për këtë mesin e artë, pasi kemi parë dhe kundërshtarët, kontingjenti që keni në dispozicion? Unë nuk dua të lidhem fare me mungesat, pasi prandaj bëhet një ulje dhe ngritje, pasi ka mungesa, ka rikthime, nuk është vetëm se na mungojnë ose u vran edhe na mungojnë. Kush është dëmtuar, besoj është zvendësuar ai që ka ardhur, e ka bërë pothuajse njësoj, nuk duhet të mbetemi tek dëmtimet. Ata që janë futur në fushën e lojës I kanë bërë pothuajse njësoj të gjitha, po jam I kënaqur se me të gjitha këto ekipe që kemi luajtur, kemi treguar që mund të luajmë, edhe me vllaznin kemi luajtur futboll. Të dy ekipet që na mundën shumë thjesht, që edhe na dominuan, besoj me lojën e tyre shumë thjesht ishte Dinamo edhe Egnatia që ka cilësi
të shkëlqyera, nuk mundëm të bënim atë presimun që duhej siç e bërëm sot duke i kapur 3 stoperat, mos lënim Flamurtarin të ndërtonte lojë. Pjesën e dytë e humbëm çik këtë, pasi kundërshtari pruri dhe lojtar tjetër në krah të djathtë, një nga 8 Çatapej, edhe humbëm pak, po kur u fut Daka shtym prapë edhe Kasallën, edhe Manin, edhe Ruzgis, edhe Dakën, që mos lënim të paktën treshen duke i detyruar të bëjnë top të gjatë. Studio. Përshëndetje. Ose Giulio. Ta filloj, ta filloj nga pyetja e parë. Nuk e kishim përgatitur kështu ndeshje duke bërë topa të gjatë, po kur e pam që kur dolëm që pam fushën që mund të edhe gabonim si me topat e kthyer të portierit, ta luanim topin me qetësi ose me shenjë duke i shkarkuar Majtas ose Djathas ose dy qendrat. Pastaj dham një urdhër tjetër që kur jemi në rrezik dhe ata vinë në presion ultraofensiv, ta kalojmë gjithmonë përpara, pasi kishim Bardhin, Felipen edhe Kasallën, që i mbanim në një pozicion 1-1. Po edhe ato topa që vajtën besoj nuk i bëm mirë, se keni të drejtë që thatë që ekipi ishte shumë i zgjatur. Kur bën topin e gjatë gjithmonë ishim më të gjatë, topat e kthyer i mirnin, dhe atje që problemin ton që dolën disa herë futbollistët e Flamurtarit pjesën e parë nga krahu djathtë toni për të shënuar. Kurse te pyetja e dytë për Bardhin, është një futbollist që ka luajtur të gjitha ndeshjet. Ne i dim kush janë më të ngarkuar më shumë, kush janë më të ngarkuar më shumë, edhe prandaj i bëjmë dhe këtë ndrime, pasi mundohemi që ata që thot gjithmonë për operatori duke parë ngarkesa e duke i kontrolluar gjithmonë që janë më të ngarkuar, t'i çlodhim. Atë që s'kam bërë deri tani që nuk ka mundur është gjithmonë Kasallën, që është një lojtar që na duhet, si dhe Bardhi, si dhe Daka, si dhe të gjithë, po nuk kam patur mundësi ta ndroj, se është një lojtar në qendër që Mario edhe ai ka një çik më shumë se të tjerët mbajtjen e topit, organizimin e lojës, qetësinë dhe fitimin e faullave, siç bëri sot. Përshëndetje, faleminderit. Të Flamurtarit. Duke